Vallohi për natë kë, burri jam I ka dosht prind, s'ka dit me I do për prind vet. Edhe që se ka pos bobën, e ka lon herët, më ka respektu bobën tem si mi pos bob të vetin. Po edhe nona nuk ojë më shkur, për so ka arnu, më ka ro 5 vjet ma si ju martu, e ka dosht, për I nonës vet s'ka dit me do. Te I mosë, se jove te I mosë mi ka dosht. Edhe sët, nusja, na respekton një që ju detyru, që me thonë paqore me na dosht, po është rëd, ose fejnike, na dën, na këqyr, na në rën, na respekton te I mosë. Po djali jot në këtë rast, qysh është Djali jam raport nuk me... I ka pos vjerrin, pos 3 javë I ka rnu vjerra mase u martu, e ka dosht dhe I kumë thonë, non duje se kur muhe, edhe s'ka dit mi do. Po ke me shkurt veç ja ka dosht, edhe sot ja do vllaznin, motrat ja respekton, janë e rën. E sot kush ma shumë respekton? Si për mendimin tem, për veti tash po fulli, edhe unë ja kum në rundë, se veç në unë ja kum gjetë burrit. Nuk kum dit mi do për non tem, jo që më ka detyru me I thonë non, bile kër më ka dek nona ka homë së më thuj non, po thëmë do da di qysh kum thonë non, me plët atë kuptimin thëmë non. Edhe është për me respektu se me detyru s'më në detyran as burrin me t'i dosht tut, as burri s'më në detyru me I dosht tina. Po është një respekt, është një nërem,